Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Gjitha falënderimet për Allahun Azza wa Jall, salavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi pejgamberin e fundit Muhammedin alayhi salam. Vazhdojmë me ciklin e ligjëratave si të ishte një copaz hëna. Allah subhanahu wa ta'ala e ka nderuar këtë ummet me ardhen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njeriu më të mirë, më mirë të themi krijesës më të dashtun të Allahut subhanahu wa ta'ala, profetit Muhammed, lëvdatat dhe bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të. Allahu i madhnuar ka dërguar këtë profet si mëshirë për të gjitha botrat. Dhe po ashtu ndër pikat kryesore të misionit të tij ishte plotësimi i virtyteve të larta morale, ashtu siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, inma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Në të vërtetë që jam dërguar për të plotësuar moralet e larta. E nuk ka dyshim se drejtësia konsiderohet për moraleve që dallojnë dukshëm prej moraleve të tjera. Drejtësia në formën e saj më të plot. Drejtësia është një ndjenjë të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka rrënjos në zemrën e secilit prej nesh. Drejtësinë e don i varfni, por e don edhe i pasuni. E don njeriu i dobët, por se e don edhe i forti. E don gruaja, por e don edhe burri, e don fëmia, plaku, por edhe i riu. E pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më i drejtë në radhë të parë me krijuesin e gjithësisë, me Allahun subhanahu wa ta'ala, edhe më pas në lidhje me shoqërinë që rrethonte. Por në çfarë konsiston drejtësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me Allahun azza wa jall? Ajo ishte adhurimi Allahut subhanahu wa ta'ala një e dhe i vetëm, duke ju largu çdo lloj idhujtarie me të gjitha format e saj, duke i atribuar atij emrat më të bukur dhe cilësitë më të larta, dhe po ashtu duke besuar se çdo gjë është në dorën e tij dhe asgjë nuk del nga pushteti absolut i Allahut azza wa jall. Kjo ishte thirrja e përbashkët e të gjithë të dërguarve të Allahut azza wa jall, të cilët ftuan popujt e tyre në këtë gjë, ashtu siç na tregon Allahu azza wa jall çastjen e tyre dhe mesazhin e tyre kundrejt popujve të tyre, duke thënë në Kur'an: "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Çdo popull na kena çuar të dërguam, që u thoshte adhuroni Allahun dhe largohuni çdo gjëje që adhurohet krahas tij. Në këtë kontekst qëndron po ashtu porosia e Luqmanit drejt birit të tij, ku i drejtohej duke i thënë: "Ya bunayya la tushrik billah", o biri im, mos i shoqëro Allahut azza wa jall shok në adhurim, inna ash-shirka la zulmun azim, me të vërtetë që shirku, idhujtaria, është një padrejtësi shumë e madhe. Kjo sepse i mohohet krijuesit të gjithësisë e drejta e tij ekskluzive për adhurim. E ky ishte qëllimi pse nuk ka krijuar Allahu azza wa jall, siç thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun", gjindet dhe njerëzit nuk i kam kriju për qëllim tjetër vetëm se të më adhurojnë mua. Kjo për sa i përket drejtësisë në lidhje me Allahun azza wa jall. Pastaj kemi drejtësinë e atij zotëni sallallahu alaihi wasallam me shoqërinë që e rrethonte. Drejtësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ishte vetëm një koncept teorik, por një realitet i jetuar që preku çdo aspekt të marrëdhënieve njerëzore. Edhe para shpalljes shoqëria Mekase, pavarësisht se e kundërshtoi profetin alayhis salam dhe nuk e pranoi thirrjen e tij, ata i dhanë atij titujt i sinqerti dhe besniku, as-sadiqul amin. E këto tituj nuk ishin thjesht lëvdata të rastësishme, por si një dëshmi kolektive për drejtësinë e tij absolute në çështje tregtare, shoqërore dhe po ashtu personale. E kjo tregohet edhe në pjesëmarrjen e profetit sallallahu alaihi wasallam në atë që quhej Hilful Fudul në kohën para Islamit, aleanca e të virtytshëmve. Ishte një marrëveshje mes fisëve në Mekë para shpalljes hyjnore, e cila synonte të bronte atë të pafuqishmin të cilit i bahej zullum e pa drejtë dhe t'i kthente të drejtën kujdo pa dallim fisi apo feje. Profeti sallallahu alaihi wasallam më vonë tha në lidhje me këtë aleancë, tha: "Ka marrë pjesë në një aleancë të cilën s'do ta këmbeja, s'do ta ndroja as për devet e kuqe, po të thirresha në një të tillë në Islam do t'i përgjigjesha." E kjo tregon se ai ka konsideruar drejtësinë si një vlerë universale dhe ka bashkëpunu që para Islamit në mbrojtjen e të dobtit. Kjo drejtësi për të mos harru
ndërthurej me mëshirë. Kurani e përshkruan këtë cilësi si një dhuratë hyjnore. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Fabima rahmatin min Allahi linta lahum wa law kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik." Në sajt e mëshirës së Allahut, ti ishe i butë me ta, e sikur ti të ishe i ashpër, ato do të ishin largu prej teje. Kjo butësi dhe mëshirë ishin thelbësore në gjykimet e pejgamberit alayhis salam, duke siguruar që drejtësia të mos ishte ndëshkuese por edukative. Ai gjithmonë zgjidhte rrugën më të lehtë për njerëzit, për sa kohë që nuk shkeleshin kufit dhe caqet e Allahut azza wa jall. Drejtësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shpalosej me të dobtit, me gratë, me fëmijët, në paqe dhe në luftë, në gjykim dhe në mendim, me shokët, me miqt, por edhe me armiqt. Madje edhe me kafshët dhe me ambientin që e rrethonte e kjo derisa u largu nga kjo botë. Ai zotni i paqja qoftë mbi të ishte mbrojtësi më i madh i të drejtave të jetimëve dhe nevojtarëve. Ai ka thënë: "Unë dhe kujdestari i jetimit do të jemi në xhenet kështu", duke i bashku gishtin tregues dhe gishtin e mesëm. Drejtësia e tij shtrihej edhe tek ata të cilët nuk i përkisnin besimit të tij, bile dhe përtej kësaj edhe tek armiqtë e Islamit. Kurëshit emigronte për në Medinë si pasojë e vrasjeve dhe persekutimeve të mosbesimtarëve kundrejt muslimanëve në Mekë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhëroi Aliun radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, që të qëndronte në Mekë në mënyrë që t'ia kthente amanetet që i kishin lënë njerëzit profetit sallallahu alaihi wasallam, e kur i përfundoi i çoi në fund, i çoi në vend këto amanete, Aliu radhiyallahu anhu emigroi për në Medinë tek profeti alaihi salam. E kjo që ta kuptojmë, ndërkohë që ato tentuan me e vra profetin sallallahu alaihi wasallam. Ai zotëni në Rum ka thënë: "Adil amanata ila man i'tamanaka wala takhun min khanak." Krya amanetin atij që ta ka besuar dhe mos e mashtro atë të cilin të ka mashtruar. E kjo në përputhje me fjalën Allahut azza wa jall: "Wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Le të mos ju nxisu rrejtja ndaj njerëzve për të bërë pa drejtësi, bëhuni të drejtë, se kjo është më afër devotshmërisë. Drejtësia e standardit të dyfisht nuk ishte vend në mesin e vendimeve të tij alayhis salam. Në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam ndodhi që një grup për një fisit të njoftun volli. Ndaj saj duhet të gjykohej, ndaj saj duhet të marrë masa ndëshkuese. Një prej sahabeve, prej shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, ndërmjetësoi për mos me u ndërmarr kjo masë ndëshkuese, ndërkohë që profeti sallallahu alaihi wasallam u zemrua shumë, duke i thënë se te Benu Israilet ka kanë zakon që kur villte ndokush me përjardhje të fishme, me përjardhje të natë, ata e falin, ndërsa po të villte ndonjë i dobët e i mirë, ata e dënonin, nëse Fatimia bia Muhamedit alayhis salam do të vjedhte, do të ndëshkohej. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kushtonte rëndësi drejtësisë ndaj fëmijëve. Një prej sahabeve, Nu'man ibn Bashir, deshi me e bë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dëshmitar për një dhuratë për njërin prej fëmijëve të tij. Dhe i thot profeti sallallahu alaihi wasallam, i thot: "O Bashir, a ke fëmijë të tjerë përveç ti?" Ai thot: "Po." I thot profeti alayhis salam: "A i ke dhënë të gjithëve si këtij?" E thot: "Jo." Atë profeti alayhis salam i thot: "Mos më bëj dëshmitar atëherë, sepse unë nuk dëshmoj për pa drejtësi." Ai sallallahu alaihi wasallam ruhej nga pa drejtësia edhe paralajmëronte nga ajo. Kur e dërgoi Muadh ibn Jabelin radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, për në Yemen, me i mësu fen njerëzve, me i mësu islamin njerëzve, mes të tjerë i tha: "Ittaqi da'wat al-mazlumi fa innahu laysa bainaha wa bain Allahi hijab." Ruhu nga ki frikë dhe ruhu nga duaja, nga lutja e atij që i është bërë pa drejtësi, sepse me të vërtetë që mes lutjes së atij që është bërë pa drejtësi dhe mes Allahut azza wa jall nuk ka pengesë. Pra ajo është dua e pranuar. Nga frika se mos cënoheshin të drejtat e dikujt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sidomos në gjykim, i ka thënë shokëve të tij: "Ju sillni mosmarrveshjet tuaja tek unë, dhe ndoshta ndonjëri për jush është më i Zotit në paraqitjen e argumentave të tij se sa tjetri.
Prandaj nëse unë për shkak të fjalës së tij jap dikujt diçka nga e drejta vëllait të tij, atëherë unë vetëm se i kam dhënë atij një copë nga zjarri. Prandaj le të mos e marr atë. Profeti sallallahu alaihi wasallam i ka caktuar të drejtat e të dobëve dhe ka paralajmëruar që të mos privohen për këtyre të drejtave, duke thënë: ata që ju shërbejnë ju janë vëllezërit tuaj. Allahu i ka dhënë ata në mbikëqyrjen tuaj. Pra kush e ka vëllain e vet në mbikëqyrje, le ta ushqej atë nga ajo që han vet dhe le ta vesh atë nga ajo që vesh vet. Mos i ngarkoni më shumë se kanë mundësi, nëse i ngarkoni atëherë ndihmojini. Bila për drejtësisë së profetit sallallahu alaihi wasallam kanë pas edhe kafshët, kanë pas hise edhe kafshët. Profeti sallallahu alaihi wasallam një ditë për ditësh hyri në kopshtin e një prej ansarëve, pra prej banorëve të Medinës. Aty ishte një deve e cila e pa profetin sallallahu alaihi wasallam, rëngoi edhe fillunin me i rrjedh lot. Profeti alayhis salam e përgdheli dhe ju u qetësu. Pastaj pyeti: e kujt është kjo deve? Një djelmosh për djelmoshave të ansarëve tha: e jamja o i dërguari i Allahut. Ai tha: a nuk i friksohesh Allahut për këtë kafshë që Allahu ta ka dhënë? Ajo u anku tek unë se ti e lën pa ushqim dhe raskapi të lodhate. E mesazhi për ne si pasues të profetit sallallahu alaihi wasallam është i qartë. Ta ndjekim këtë shembull të përsosur. E para në adhurim, ta adhurojmë Allahun azza wa jall, të jemi të drejtë ndaj krijuesit ton duke ia kushtuar adhurimin vetëm atij, duke e kuptuar se shirku është pa drejtësia më e madhe. E dyta, në marrëdhënien shoqërore me ata që na rrethojnë, të jena të drejtë, të sinqert, besnik, me familjen, fshinjen dhe shoqërinë, e kjo pa dallim statusi apo besimi. E treta, në gjykimin mes njerëzve me balancu drejtësinë me mëshirë, duke kujtuar se butësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte mëshirë nga Allahu, gjatë që u bë shkak për bashkimin e zemrave të njerëzve rreth tij. Prandaj le të përpiqemi që të pasqyrojmë këtë drejtësi profetike në fjalët, veprat dhe në gjykimet tona, duke shpresuar të jena për atyre të cilët pejgamberi alayhis salam është shembulli i tyre kudo dhe kurdo. Elusim Allahun azza wa jalla na bëj për atyre që e dëgjojnë këshillën, përfitojnë prej saj, na i zbut zemrat me iman dhe na bën pasues të dinj të Muhammed Mustafas. Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.